Mirë mbrëma, miq të dashur të Sojli Sol. Ja ku erdhi përsëri fundjava dhe kjo është fundjava e fundit. Sojli Sol podcasti jon e ka të fundit këtë episod. Kështu që kemi menduar një personazh të jashtëzakonshëm, surprizë për të gjithë. Ai është një top model. Për juve do të flasim sot me një top model shqiptar i cili është i njohur në mbar pasarelat e botës që nga Boston, Toronto, Montreal, Pekin, Shanghai, Milano, Paris, Berlin edhe... Më falë një sekundë se arove dhe një. Çfarë? Ersek, librazh dhe qilarist. Po, pse edhe këto e kanë nga që shkruajnë atë punë. Atëherë, siç e kuptuat, është Betim Spërdhima, nishi i modelit. Nishi i modelit. Dhe ç'është më e vërteta, Betim, unë të falenderoj me shpirt. Isha i zënë. Që gjithë arrite të gjesh kohën, do me thënë të nderuar miqtan, nuk është se e gjeti me dëshirë kohën, por atje tek e ndiqnim, sigurisht duke bërë vrap te liçeni, e kapëm e lidhëm. Jo, qa liçeni? Bëja vrapun nga librazhi në Elbasan. Imagjinoni përgatitet rrezik për maratonën e Boston. Ka bendi, vrap edhe jo vrap, edhe të themi të vërtetën. Këta çabën mund mes rrugës më kapën, më lidhen edhe më thollën këtu. Faleminderit, po nuk ishte. Ender qofsha me si poshtë. Mirë, po nuk ishte nevojë. Ajo kufja, të lutem, është për t'u vënë në vesh. Unë se mbaj në vesh, e mbaj në qafë. Mbaj në qafë është për stil, ë? Kam kështu në ato, kur një lopën një vemë, ato që i vemë kështu, në që mos të gjithë qumshti. Ja, pra si që me gjithë se është një krye model, një top model, a i përsëri kujdeset për lopën, kujdeset për njerëzit e vetë. Mole. Betim, të pyes, thjesht, do me thënë, si arrite të bësh kaq i famshëm në mod? Punoj ati së flaqeriu që kemi në fshatën ati. Gjoti? Duke kaluar aty kaloi një grek. Kaloi një greku më pa mua, thoshte unë ecja vija, ecja kështu. Pa mua, çesh qytoi 2 metra larg. Ua, më falë, se më ra greku nga do. Më paki mua edhe bente porosier paseri. Po? Më shikonte një njerë kështu mua, çuditshëm me kështu, po... Interesant. Pastaj njerë me erdhi më tha mua, më kapi njerë kështu mua, më tha më prit një gjithë, ç'a bën ti? Më tha mua, ju, çkoj kështu ta për model. Ai më mori, pastaj qëndisa me atë muhabetin edhe në rregull. E kuptoj, po si e dalloj, a ke pas vështirësi në të ecur, domethënë, sepse me sa dim, domethënë modelet vuajnë shumë. Vuajnë shumë. Ishte që vështirë se i kërkonte gjëra kështu, domethënë. Ec më thoshte mua, jep jam, me ja. Eci, më këton, po ja dola do me ta. Sa kohë të mori, domethënë që ti të mësohesh të ecësh në pasarel? Që një orë të hoteli atje përpara ti me një gjyrë aty, ne? Që një orë. Bravo. Dhe tash le të futemi pak në po, jo, çfarë, ka problem? Arten, pak parfum për... Jo, po i merja herë kësaj, që ka erë mirë. Okej, po natyrisht përderisa do vije ti. Po jo, te ti erë mirë, vita ma njërera, po. Jo, nuk... Vazhdo me pjetit. Pyet, se unë jam djetar në fshatë. Betim, cila është prejardhja juve? Do ishte me shumë interes për gjithë. Por e ti budalla apo ben vetë? Unë po të them nga pishkashi, nga librazh djerë, po të them. Pishkashi, librazh, do me thënë, çfarë ka ai vend që ka prodhuar një talent si juve? Një mund të madh ka, vetëm unë jam atje. Çfarë? Unë jam njëshi, po të them, njëshi. 3 familje janë gjëse, po unë jam i pari atje. Kam punuar në flaqeri i pari atje kur kam dalë nga fshati, kam punuar po vajtuar ty poshtë në Maqedoni, se kemi mbrapa Maqedoninë. Shiko, tash Betim, po flasim për modelin, tash. Për model. Për model. Po, për çfarë? Çfarë bendi unë jam model i famshëm, kur vete unë në Greqi u bëhet nam. Po, pse vetëm në Greqi, po kur ke qenë për shembull në Itali, në Milano, keni pas eksperjenca atje? Ti s'kam qenë, unë po i thua atyre, po të them që kam qenë. Po i them, po. Thuaj që ke qenë. Kam qenë, që s'kam qenë Milano. Më qenë Milano. Si të zhdukur Milano?
Mirë, kështu si Berati, është pak a shumë, po mirë, është këndshëm, është bukur, është domethënë kanë edhe njerëzit kanë edhe vizionin e kanë si puna ime domethënë. Më kupton? Kanë vizion. Janë Janë për shembull xheloz, janë smirzi në profesionin tuaj. Smirën e kanë kudo, është nuk e çapë. Smira është. Edhe italianët e kanë, Italianët e kanë shumë. Ato janë për t'au. Megjithatë ti ja ke dalë, besoj. Po vajta mbajnë 2 orë në çfarë, po jam në rregull. Jo, po them ja ke dalë kështu. Nuk s'kam dalë. Unë kam qenë i parë një herë në fshatin që dola për herë të parë vajta në Elbasan. Sa asnjëri s'ka dalë në fshat jon. Vetëm aty në fshat kanë dalë tërë. Ka dalë vetëm njëri atëherë që vajtin librazh të bën nami festuan ata. Kur vajta unë se ben, të poshtë njerëz të liq. Po tash unë pas Tiranën, çush më pritën kur u ktheva. Tërë, doli tërë fshati. 8 veta më pritën. Cili është raporti juaj me fshatin? Domethënë, a vazhdoni ju ta mbështesni fshatin tuaj, banorët atje, domethënë kudo, sepse ju njiheni tash jeni një miliarder nëpër sa I takon fondeve gjëra. A keni marrë përsipër të bëni diçka për pishkashin në ndonjë urë, ndonjë... Ore, s'kam legu, nëse po na marrin, po na grabisin, ku kam legu, çam miliarder dish jam. Po kështu do të na thonë tash në... Tash në fshat unë kam dhënë kontributin tim. Kam 5 di, 5 lop, I kam ato. Mi helim I bën. Shumë, 500 lop, 500 di, çfarë s'kam unë? Çfarë duash ti? Këto ja keni bërë. Se harrova me kryesor kam 2 bicikletë. Domethënë juve jeni kondra ndotjes ambientit, domethënë jeni për ekologjinë, jeni për Çobendje. Unë po them 10 lopët e pastroj unë, më vjen keq. Jo, ta kam bërë me bicikletë, domethënë. Erdë me bicikletë mbledhun ato. Tëra. Okej. Të kalojmë në një pyetje. Si ndihesh, për shembull, po të bëj një pyetje kështu në kuptimin politik të fjalës. A mendon se Shqipëria është një vend I mirë për të jetuar një talent si juve? Ku ti unë fshat mirë. Jeni mirë në fshat. Pra, domethënë Shqipëria, domethënë ti nga pikpamja Çabendi. Po si mund të jetë dita e një top modeli të famshëm shqiptar? Tash s'duhet bëhem ndje madh, po ngrihem në mëngjes domethënë me afshin tënd apo jo? Jo, me lopën jam. Aty ngrihem në mëngjes, I fus një tas llall, kështu. Pastaj vetë një herë në stallë, që shikoj një herë. Na ka ngrënë gjatë pra apo jo? Zakonisht na din, ka shumë, ka deri pra ka fundra, ka tërë në ato. I kontrolloj domethënë, se kam dhe derrat e vjegjël I vinut, I gri deri pra po të them. Deri grin dhelprën apo Jo, mos u tall me mua se. Jo, po sepse do ishte me interes për miqta. Der pra ha derin. Ky është der. Nuk e di, prandaj po them. Tash na aty, pastaj dal me vrap me grekun, mbaroj me grekun punë. Edhe kthehem në fshat. E mi jep 100 euro dita. E kuptuam, pra. Mi jep 100 euro dita. 100 euro. Edhe për të bërë vrap me grekun, no? Ure ti, po tallesh me mua ti. Po mirë, pra mos I thuj këto që the që bën me delet, me dhit, me këto thuj që I bën në Paris, në Milano, në Berlin. Sa them unë që Jo. Ashtu bleku sa them. Jo. Herë sa I mba me dek. Jo, sa thash. Se më tha njerë që është moda kështu, tha, futja në njerë me dek. Mos ta themi këta. Jo. Arteni që. Vazhdo, jepi, të bëj çik model, ha. Ha pra. Çfarë do pyes ti? Vazhdo, më pyes shpejt. Cila është marrëdhënia jote me femrat? Marrëdhënia seksuale, bukur. Jo, marrëdhënia, do të thënë raporti juaj me Po më dha japun. Model. Jo, po them kur është jeni me një pasarel për shembull, jeni meshkuj dhe femra. Do prezantoni, po themi. Dhe ç'a bën? Qyçi, una betimi, them. Una filanga, po ajo, mirë them. Ç'a bën? Marrëdhënie. Marrëdhënie të tilla. Ashtu. Tjetër, vazhdo. Më thoj. Të kalojmë çik në këto gjëra të preferencat, po themi, gustot Nxirë. Do të nxirësh apo të vita nxirë unë? Ç'a mendimi ke për familje? Për ç'a? A mendon se në këto kohët moderne po humbet familja? Kushtoje? Unë kam plakun, merri plaka për kokë plakun ditë, se solli faturën e energjisë korrentës. Po. I pa parë ty unë, po shikoja unë se na kisha fatura shumë trente. Kisha faturën 150 lekë. Në një llampë kemi në shtëpi. Në Pishkash? Ore në Pishkash, në një llampë, unë një llampë kam. Edhe një llampë, unë një llampë të stalla lopë. Po 150. Po shtroni rrugën ndaj poshtë ata dhe kishim vënë prizën e këtyre çaja ato degeneratorëve, kishim vënë tina ne.
Edhe më vjen mua gjeta me lekur, një ti e pa plaku internet fikët plakut. I rat fikët plakut, erdhi plaka nxirri llapën, tha plaka mua. Një do vajtu, po janë nxirja kështu, unë jo kështu tare, nxirja kështu, i hapa gojën pastaj se kuptova. Janë nxorë llapën plakut, pastaj që shpëtoi për plakut. Po mirë, domethënë ti kontribon, domethënë ke paguar faturat e rrugës që po rregullohet. Jo, çoj paguava unë. Unë vjen korrentin ato dy llampa vllajti. Pra se është shakaxhi, është shumë. Jo, për plakut e di vërtet. Po mirë, morëm vesh apo. I vë filmin aty. Është i saatit i vë filmin na mbrapa. Ja fure. Akoma vjen filma sa hatë në Pishkash. Po ashtu saat kemi. I vë filmin, në fakt e njëjtë. Po pushimet ku i bëni? Po pushimet të them të drejtën, poshtë ne kemi lumin. Zakonisht lumin e verë thahet aty. Tash si çabej unë. Marrë atë ujin që marrën që e mbledh në dimër në shiu, një do vajtur atje ne, e hedhim shumë një plasmas jeshtë t'i grape, futemi terë aty në fshat. E shumë i mirë. Do me thënë aplikoni terapi kolektive në... O vla, më folë shqip edhe njerë se... Terapi kolektive. Qa bëjmë ne, l'aplikojmë? Jo. Qa isi? Terapi kolektive, pra. Terapi rime? Jo. Ku? Betim, terapi kolektive, do me thënë është aplikoni si të thush, si të ta themut. Shiko, unë jam në fshat, po mos u tallë me mua. Po jo pra, nuk po tallem, po them që lajni të gjithë bashkë. Në komunitet. Po ti pse ma përkthehen mua ashtu? Unë po të them që lajmi tër bashkë. Po jo është pra terapi. Po ç'e tjetër, domethënë të ndalojmë këtu pak. Ç'o ndalojmë? Te koncepti i familjes. Era aty kur jemi brenda tër në ujë në për shembull, ne vjen shtypja bën shurrën. I them, çfarë bën shtypja të burrë puta Allah. Po ne kjo është për neveri për të larë një çik për të freskuar. Ai jemi puta Allah bën shurrën, do i thash do të marrë të dhe çka ka? Po je modele, tash je një njeri i lartë. Më fal. Nëse bëj këtë vjen shtyqjo, vjen ai emër Xhimia, Jeff. Pa, vjen tequila. Kam fituar të së emri juaj. Vjen tequila aty është njëri shoqjan. Po. Edhe ky do jetë turist, besoj. Vin turista në Pishkash? Qysh vinë këta nga Librashti. Jo, po them turista të huaj, përveç grek. Në Maqedonia, vinë Maqedonësit, se kalojnë andej, prandaj që ikin për në Elbasane, ndalojnë te ne. Po jo, po them turista për të vizituar qytetin e famshëm. Po çfarë shikojnë atë shpintinë dhe çyqos? Po jo shpintate, të vizitojnë vendlindjen tënde. Po shkojnë një nga top modelet më të mëdhenj. Ne ti jam valla, unë sam doktor, shkojnë të vizitojnë Tiranë, pse vizitojnë? Jo, të vizitojnë, ta shikojnë. Aha, ta shikojnë. Ta shikojnë, që mos shikojnë. Çka ka Pishkashi? Tëra i ka. Kemi dyqan, kemi ushqimore, kemi atë grofën që lajmi në verë, edhe sallë e lobe. Po tjetër jetë sociale, kështu jetë kulturore, kemi në fshat? Jo, me psen jemi tërë në socialistë. Jo, po them jetë kulturore. Kulturë? Kemi teatrin e madh. Kemi teatr në Pishkash. Jo, është në Pogradec. Po vemi ne nga aty, vemi atje. Pse teatri i Pogradecit mbulon dhe nevojat e Pishkashit. Jo, nevojën e bëjmë këtej, kur ka banjë të Librash. Po jo, po them mbulon nevojat e popullit të teatr. Mbulon, si mbulon? Mbulon, Allah, çfarë bën ti tëra? Më fal. Juve vetë personalisht, çfarë mendimi keni për njerëzit që zgjedhin të të kenë preferenca të ndryshme seksuale? Kjo është me kështu, domethënë. Po të vënë lek, jepi kërcitja. Po të vënë lek, vlla, më bëje. Sot vetëm me lek. Domethënë juve vendosni paran mbi i greku i vjen unë, një mua 100 euro për të lajë ti. Ç'është? Ndej po hart mund nga Dubai ti thua mua për grekun. Jo në Terezi ti. Ç'o bën? Ç'o ti? Më tha njëri mua, ore filani tha ai, është kështu pedrase më famun. Çfarë problemi ka? Sa lek ka bërë thaj? Edhe ky tha ka bërë shumë lek, tha edhe ky tjetri ka bërë shumë lek, tha. Të tjerë tha ishin pedrase. Njëri është kryetar bashkie, tha tjetri kështu. I tha tjerë po të laj tashun. Po pse s'u hajti pas që mbajtur bythën kot ne i thash. Ç'bër lek edhe ne? Jo, mos i thu këto. Qysh mos i them? Po ti them ty unë. Qysh e kemi? Po mua po jem në kamera të lutem tash. Po je në kamera tash. Po mirë, pse nuk do e presi? Jo, nuk. Arten do ta presësh të, po tash më nxjerr Artenin e njeh, Arteni është nga Librashti për shembull. Është Librashti është i madh tash, është 26.000 banor, sa jeni ju? 26.000 banor? 50.000 banor. 50.000? 50.000, e shikoni, një mision. Jeni juve apo Librashti tash? Ju jeni më fal se janë nga pacën e mëngjesit. Mi pak aranxhat të lutem. Aranxhat.
Aranjata është një nga pijet më të mrekullueshme të cilat ne e veçojmë vetëm për vipa si puna jote. Tashi mua do ma bësh një derë. Qa do ti? Se ai greku e bën. Do ma marrësh një herë mua në konsiderat faktin që unë kam respekt edhe të respektova duke nxjerrë këtë reklam. Ma marrësh në konsiderat herë, fola më të mëdha, shikon. Do ma marrësh në konsiderat, domethënë, se kam qenë një vend. Jo, në konsiderat, okay, patjetër. Arten ti e di vet këtë pjesën e konsideratës, mos e. Vazhdo tash. Më pyet se jam zjarr. Po mirë, po të pyes tash, sa bën 3 dhe 2? Kemi 3 lek dhe 2 lek. Ore ti tallesh me mua ti? Jo. Po deri në klasë 2 isho, se unë prish shkolla aty. Se s'kam bërë shkollë. Atëre, unë do kisha shumë dëshirë të dhuroja një libër. Qa e? Qyshe? Një libër. A lexoni? Lexoj. Përveç faturës dritave. Lexoni? Lexoj për lexuar. E keni qef leximin, pra, ma qa kemi lexu nga rezumet e juaja. Mbaroj. Unë vtes për shembull të lexoj këto qeset e patatinave që lexojnë ato aty, për shembull vtes i lexoj tëra për ato germa që mbaroj. Lexoj shumë. Ashtu. Lexoj shumë këto shumë çakizave të babolit. Jo, unë po flas për libra. Tash libri është shumë valla, do 25 vjet ta mbarosh një. Se, për shembull ke provuar ndonjëherë të lexosh? Ka kapi një herë kështu se kam dalë kështu. Po. I lutem Arten, bëj një plan seksi betimit. Jo tash më vonë. Herë valla, më pyet. Përshëndetje pak miq tan këtu. Përshëndetje të tjerëve, ju dua shumë. Unë jam Betim Spërdiva. Jam një nga modelet më të mirë sot për sot. Po erdhi ai grek këtej, le të vi burum se Guldrum, me di veti. E bëre si turk tash. Po me turqit ç'a marrëdhënie ke? Turqit. Po më nga që the gurdhu. Kam pasur me njërin unë një turk, domethënë kam pasur po më pyet marrëdhënie kështu. Po jo. Po si është raporti, domethënë, a keni qenë në pasarelat e Stambollit për shembull, të Ankaras? Që s'kam qenë, në tëra kemi qenë. Ç'a ndryshimi ka duke qenë? I kanë hotelet më të mira se të grekëve. E ka kështu me buk, plakut buk, t'i japin kështu për të ngrënë. 35 herë në ditë, unë qa beja. Një të marrë qese me vete, i dhe i beja kajme. Mbush qese të të mbush. I erdha mi morën ata qend atje në aeroport, mi hengrën ata. Qa mendimi keni për raportin e librit me njeriu? Tash varet valla se unë për veten time për shembull mua më duhet shumë libri. Sidomos në dimër, se për ta ndezur tash zjarrin aty te Oxhaku dhe njeriu duhet të ketë një marrëdhënie shumë të mirë me librin. Duhet ta marri, ta grisja të fletën e parë, ta bëj myje kështu. Valla, më dëgjon, false. Do të jap diçka. Du të bëj kështu një, që kur t'i veri flakën asaj, mos ta arqoj kot, edhe të marri shkarpat holla njerë si fillim, ashtu, në lema që. Ja, për shumë. Duke qenë se ti je një mik i madh i librit. Qa shohën? Vrima. Po, është një libër i cili është libër me poezi dhe duke qenë se ti je njeri që bredh shpesh. E qa flet për vrimat kjo? është poezi. A mund të na interpretosh duke qenë si një model i famshëm një nga poezit atje? Shmangu nga poezia. Teologja misteri. Shkenca mbi dëgje, tha pse nuk ka zot. Mytje. Po sikur Mos guxo se dëgjon. Cili a i pari hyrë, zotin, nuk ekziston, e vetë me vërtet absoluta i ekziston. Si dhe nuk është e vërtet dhe nuk të pret dikush poshtë, sa të mbushi 18 vjeç, 25 është ky greku, po plak këtu. Unë me të për vete është ashtu. Tashi vlla, se unë duhet iki se kam për të të vrapun, se vetë deri në Librazh tash. Ti deri në Librazh do shkon, po të çojmë ne, Arten, e çon ti deri në Librazh? Shikoj unë lek për 10 minuta. Lek s'kam, po s'u mos kërkon gjë, unë s'kam lek. Jo, nuk të kërkon gjë, Arteni thjesht të merr, të hypën në majtë makinës. Të marr vesh. Edhe i jep gaz. Dakor. Ku ta lër benzina? Shumë. Shiko. Unë mendoj. Tashi, unë them që kur të grisësh këtë letrën, shiko tash, kur e gris këtë,
Jo, po. Mos ta ngrit në ri. Këte du ta bësh të parën që të bësh flakën. Do të thënë ti bën holla këto se njerëzit abuzojnë dhe e marrin një perë dhe prandaj duhet të kesh raport mirë me librin. Prandaj ti për këtë e kishe fjalën që i lexon librat edhe i do. Dhe sa për shembull, po ti ishte dikush tjetër do ta pyesja sa kohë do donte ta lexonte atë libër, po ty po të pyes sa kohë do të duhet për ta grisur atë libër. Po të shi varet, do me thënë, varet na nuk e di, varet na i ftohtë, shvjen. Po zakonisht, shiko, se ne, ja, do të numëroj njerë, unë se janë, i pas ka me numra 10, që është 113 faqe, te besoj për një muaj e mbaroj. Një muaj, dhe sa vetë mund të ngrohen në fshatin tuaj me atë libër? 3 shtëpia, 3 veta, sa jemi ne. 3 vetë? E sa kohë? Që sa kohë? Apo vetëm? Ore, jemi mirë tje. Veri zjarë aty e ngrohu. Sa kohë, sa kështu. Mirë. Me këto librat që kemi ne këtu, për shembull, për sa kohë do ishte ngrohur fshati Pishkat? Tash i varet vëlla se tash shiko, marrëdhënia e njeriu me librin është e ndryshme, domethënë. Me zjarin do shkoj kështu, kur të përfshir bythën varet. Jo. Se shiko, varet për shembull për të fshir varet, nëse për shembull kjo që nga e butë. Qo që nga butë dhe që nga mirë. Pse e përdorni edhe për të fshirë. Betim, shiko, je një nga në vrim e ka emri jo? Jo, ajo Vrima. Betim së përdima, të gjota që vlajnë ten. Unë për veten time di të them këtë. Ja, po një 10 libra në këto ti mua, se do të bëj dhuratë gëzimet. Si e shkreta gjuna. Po herën e fundit, si e kishte gjetur sa letra, nuk e di, kishin qenë kështu si me guralist të vegjël. Na çfarë shumë. Ndaj të keqen, të bëfsha. Pra, gëzimen si e kemi? Mirë. Cila është marrëdhënia juaj, sepse ka fjalë që juve herë bashkoheni, ndaheni. Është e vështirë shumë. Herën e fundit që i thash rrume, se e bër për të rrojtur. Ishte dalësh. Që bërë për të rrojtur i thash për rrume, i thash rru për vetën tende, jo për mua me thash. Një rregull lesh në sjellave pranoj, se është normale, nuk ka ndonjë. Edhe leshin këtë nga, e ke parasysh duke të këmbat. Jo. Është se ke parasysh. Ashtu, kurse për pjesën e tjera nuk është problem, më kupton. I thash mbaj po desh i thash, po ty të dhem, mua të dhem. A është e vërtet që gëzimja është shprehur në media për ty që ti e ke tradëtuar me dhe për kokë të plakun. Jo për kokë plakun me femër jam betuar unë asnjëherë. Atë kameraka, edhe nuk shumë në i akula fësit krekut, a lu të bëjqeku, i kam dhe saj. Qa bëndin, shtu. Do me thënë juve, ajo e ka fjallën. A modelën. Pra, sepse ju nuk tradhoni, do me thënë si... Nuk, zbedlaf. Njerë që nga tropa që isha me lopa, që s'kishim drita dhe që ju lopa, në vendgëzime që nga tropa, se unë që gjë, tha ajo vetë, së shfa jo, shfa im, tha shkret. Unë e një taj që kështë më shumë jarë, se që shtuaj, se në që të e putë, unë kuptohë. Të shkoj të gjova një edhe unë po ja bëja po ben si lopë kjo, do këshu, edhe unë fillova. Nuk i themi gjitha. Po maj që klasin që ke, kupton, ti e një model. Unë zakonisht kur bëj sekës me gëzimin, me gëzimen më falë që bërë kam. Bëj sekës me gëzimin, bëjmë sekës me puthemi këshu, do me filloj puthemi nga veshët, na këshu njerë në sytë, na noçkat. E pasaj jemi këshu romantik. Romantik. Aty te bëte mullari, për shembull që rim të njerë. Po më përgjonte njerë syqo, më budallaj që është atje, po më përgjonte syqo, mua shkonte ande i binte, i thash qa bendi, ku ti bje kështë i thash, i binte me gurë asaj. Afroqi. Se të iku kjo, mos ki merak, nuk është syqo aty. Tashi, ku të më qojë, vla, se vëti mo? Do të qojmë, edhe pak, edhe dy pyetja kisha që të më përgjigjesh atë. Miqta ndeshën të dinë vërtet sepse ti je një njeri shumë i përgatitur dhe ke një goxha bagazh, goxha eksperiencë në të gjitha fushat e jetës. Dhe unë desha të bëj disa pyetje nga financa. Që disa, dalës do vetë, nuk librash unë, he? E di, po, këtë nuk e themi. Nuk mos tuj do ikin librash, tuj do ikin Milano. Po, do ikin në Milano, dha, he, që shpesim ikin në aeroplani, he. Okej.
desha të pyes nga fusha e ekonomisë, për shembull, çfarë mendimi keni për inflacionin? Që varet. Unë për vetëm e dua me qep për shembull edhe me salca apo vtesën. Jo, nuk më kuptova. Unë e kuptoj që ti s'do të përgjigjesh. Kam lek, nuk është problem. Ekonominë the. Jo, unë e di që ti s'do të përgjigjesh, por mendoj që miq tanë Sojli Sole kanë nevojë një përgjigje nga ty, për shembull që të kuptojnë si është raporti, marrëdhënia jote me dollarin, me euron, me paran. Çfarë mendimi ke për këtë rënjen akute të dollarit? Tashi për mua për shembull me dhramit jam në rregull me grekun për momentin. Pse greku ju pagun me dhrami? Me dhramin pagun. Okej. Atë jam në rregull me atë, nuk është problem, aty s'ka rënë leku, aty sa vjen e ngrihet. Pse te pasaj akoma s'kemi zbërthyer akoma, po të vinë një mirëpresim. Po po flas për inflacionin tash. A janë rritur çmimet në fshat? Janë rritur shumë. Shumë janë rritur. Ka vajtur orizi lërë mos të pyet. Ka plakut. Shumë shtrenjtë. Shumë shtrenjtë. Orizi vaj gjalpi djathi çepat tare. Po pse ju gjalpin djathin gjithë ai bëni vet? Po pse rrit? Po dhe i shesim. I shisni. Po i shisni, do me thënë ju i shisni shtrejt. Ne i shisni, se kuj si shesim. Ju të fitoj para. Okej, do me thënë është rritur pra niveli juaj, ekonomik. Shumë. Prandaj. Ama lumi bie niveli në verë për herë, dhe i be thirrje qeverisë. Të shikoj lumen që po thajë në verë, se është kulmi, turbe faqezes. Lëshoni ujin atje mos i mbini rubinetat. Po pse lumi është me rubinete ka? I marrin ande se çaj përdorin për të vënë korrent, nuk e di, gënjejn, këtej popull. Edhe po i thaj lumet, po i pin, po i bën, lërë më e pyet. Okej, tashi unë të pyeta për inflacionin dhe ti prap po ma dredhon sepse ti nuk do t'i përgjigjesh pyetjes. Inflacionin, aty kam ngulur. Ora nuk e di fare çfarë është. Se di me vërtet? Nuk jam ka. Inflacioni është rritja e çmimeve këto gjëra. Po çfarë? Rritur është. Shumë e rritur. Po kjo është gjë e mirë apo gjë e keqe? E mirë, është e mirë, se po rrit çmimi këtyre rritet edhe greku, se i them unë vlla, rritur benzinë. Rritur benzina i them. Vlla, rritur benzina dhe duat vi. Se me benzinë punon greku? Gjore greku punon me naftë para punër, po. Benzina se shkojnë me çato vetëm, so unë i them aty për shembull që do vi me makinën time te në kufi dhe kufin e kalojnë në kamp i them nga mali se nuk kam dokumenta. Se po kanik ato. Po, ne shqiptarët jemi në Schengen. Duluar se i vetën nga mali unë se ka probleme andej prandaj. Se i ka vjedhur baktit aty andej unë dhe më kam bërë shumë ato, non gata. Edhe tash non grata. Dhe unë i them tash që vi me makintit. Dhe ma çon makinë shumë i them unë aty. Dhe ai çaben, paguam benzinë. Unë fakt shkoj me autobus deri atje. Më kupton? Zbres aty kaloj malin kam, i ikim pastaj lef kava, i ikim deri afër atje. Bravo. Është mendje zgjuar kjo. Kështu që i them unë shritu benzina rritu tëra. Mirë është. Faleminderit. Atëherë edhe një herë të fundit, domethënë cili është mesazhi jot për shqiptarët? Ju uroj tërë shqiptarëve të kenë shëndet. Bravo. Të kenë ashtu. Të kenë shëndet, të kenë para, të kenë prosperitet. Çu ishte? Prosperitet. Të kenë prosperitet edhe shumë gjëra të tjera. Tash, më fal se kam grenë, gra i tas si papu të poshtë me kështu edhe po kisha bën pak udhra edhe i mora vesh. Nuk e disha që modelet u ushqeshin me tas kebab. Shujore po të bën mirë shumë. Ashtu ha. Tu bën ti është vetëm se tu në Tiranë përdori shumë kështu që djegse, e ke parasysh? Djegse. Edhe mua ky libri do më qetësoj çik, se fshihesh mirë me te. Ju përshëndes tërë, faleminderit shumë. Ora librash, do më çoj motër. Ja do të çoj Artenit. Atëre të dashur miq të Sojli Sol, faleminderit, besoj që u kënaqet me nder qofna mesi e poshtë. Jo ti jo. Po them po i flas shqiptarëve. Faleminderit. Faleminderit. Pra po i flas shqiptarëve dhe unë. Bravo. Foli pra këtë po të kërkoj. Bravo. Atëre, nëse ka dikush që do ta çoj betimin deri në spërdhim, deri në ku do i gjeti në Pishkash. Deri në Pishkash i lutem të paraqitet poshtë kene këtu ose të na shikoj në YouTube në Sol 89, të na dëgjoj në Spotify, të na dëgjoj dhe në Radio Sol 89.0. Jo. Jeni kështu vendesh të shiko. Fal. Jo, këtë duhet ta tregoj vetëm shiqos. Po jo, po sinxerim dot. Si mi lidhen e se sinxerim dot ne këto se sinxerim dot shiqos, do të sham zjera tem. Me anë shmune, shikon ku jam unë. Mirë. Ashtu. Faleminderit. Mirë pas. Sa marrë unë se ime kjo.
Jo, lëre. Po vrimën, ta marrë nete. Jo, vrimën daç lëre, po vrimën i ke një 10 vrima, çaj do tjerët. Atëre ikëm ta çojmë pak në Librazh, shifemi sezonin tjetër. Ju urojmë një verë të mbar, të lumtur nga ne dhe Aranjata, Uj Glina dhe Uj Spring. Faleminderit Aranjata, Uj Glina dhe Uj Spring për këtë sezon të mrekullueshëm që na dhuruat. Pa ju nuk do t'ishte i mundur ky podcast. Miq të dashur, shifemi në sezonin tjetër. Tani plazh të mbar.